Këto vija gjenden në bregun jugor të Perus, në një zonë me shtrirje 320 km dhe përbëhen nga një grup figurash gjigande ku dallohet një qen, një merimang, një balen, një lule, një majmun, një ros, një zog kolibër, dhe figura me madhe është ajo që paraqet një zog me përmasa 275 metra. Misteri që fshihet pas këtyre gjeoglifeve lidhet si me domethënien e tyre, ashtu edhe me autorin. Megjithse disa mendojnë se ato janë krijuar nga indianët Nazca rreth 2000 vjet më parë, askush nuk jep një përgjigje për arsyen pse janë krijuar dhe më rëndësishmja se si është arritur të krijohen. Për shkak të përmasave të tyre të mëdha, zojt mund të shihen vetëm nga qielli. Por nëse njerëzimi i asaj kohe nuk kishte mjete fluturuese, si kanë arritur ata të krijojnë forma të tilla kaq komplekse? Një teori e shpjegon fenomenin se alienët i kanë krijuar këto vija që të shërbejnë si pista uljeje për mjete fluturuese. Ndërsa më vonë, disa shkencëtar kanë sugjeruar se nëse do të dimë se si të shohim ato vija, do të vërejmë se ato mund të shihen shumë qartë nga maja e një kodre, dhe se nuk kanë lidhje me fluturin të lidhur me faktorë jashtë planetit tonë. Madje disa kanë thënë, a ka qenë kjo thjesht një shprehje artistike apo i ka shërbyer një qëllimi praktik? Matematikania gjermane Maria Reiche është marrë me studimin e vijave të Nazcas për pjesën më të madhe të karrierës së saj dhe mendon se ato kanë qenë pjesë e një kalendari të ndërlikuar astronomik. Ndërsa një teori më e vonshme thot se vijat janë përdorur si udhëzues për gjetjen e burimeve të ujit. Ky studim pretendon se nën secilën prej gjeoglifeve gjendet një burim uji i nënveshëm. Ndoshta pamjet e ndryshme të figurave janë përdorur për të dalluar burimet e njërit fis nga ato të një tjetri. Argumentet për vijat e Nazcas vazhdojnë të ushqejnë debat. Mendohuni mirë. Ndoshta mund keni edhe një teori që mund ta zgjidhë këtë mister.